shokëve, është idiotizëm. Idiotizëm. Unë dhe basto andi... Strategjinë e komunikimit janë të forta ndonjëherë edhe funksionojnë shumë fort. Jo, më funksionojnë të idiotizmi, më rëbur tani mos u bëj. Ora fiksi puna e asaj shpesh që ta kanë thënë shpesh. Në fshatin e Budallajve, i mend që është Budallaj më i madh. Po është shumë e thjeshtë kjo histori tani. Tani kush do ta besojë, beson, kush do ta besojë nuk e beson. Ti po desh të kesh Budalla si kryeminist, bëj umër. Ne po flasim për gjëra reale. Ky zotria është njeri real. Ti nuk po flet për kohën e shkuar. Ti po flet për një njeri. Dhe unë ato që doja të thosha është, po ti vetbas që edhe po të kisha shkuar unë që ta lexoja ose zoti Avari, po ta lexonte si personalitet, që ta lexonte ato 5 pika, kërkesa e grupit. Po ti mendon që Taulan Balla dhe Edi Rama nuk do ishin marrë personalisht me familje, me fise, me dreqe, me farë, me ty, me mua, me këdo? Absolutisht po, më. Jo, s'besoj. Me mua po, ta siguroj. Ka ndryshim. Jo, s'po them për ju, po. Me mua, sepse me atë, me këtë gjë është marrë. Unë e di këtë në gen edhe do mjeve të rastit të flasë. Të lutem. Po, si lexuat të rast? Ja, një sekundë. Okej. Sa kam shkruar ditën e parë unë aty pash flamurin shqiptar, kosovar dhe mesur ÇK. Edhe u shqetësova. Pse? Sepse flamuri i ÇK-s është një simbol i një informacion luftarak që ka funksionuar në 1999 në Kosovë. Dhe mas luftës ai u përkthye në forcë politike, PDK, apo jo? Po. Po, ashtu ka qenë Hashimi. U kthye në pushtet. Po, sa Hashimi ka qenë atje. Tani, flamuri i ÇK-s mund të thoni mund ta bëj kushdo. Por unë mendoj që flamuri i përket autoriteteve atje ku kanë qenë ata dhe mua nuk më pëlqeu. Dhe për një arsye tjetër, që e them për të parë. Në libër e kam përshkruar sakt, se ashtu kam patur raportet e mia, detyrat më të shtetërore. Zyrtarët të lartë të UÇK-s janë akuzuar për krime lufte kundër njerëzimit. Mendon në Hag apo jo? Krerët kryesor. Po, 4. Janë 4, janë ende në akuzë, të akuzuar. Prokurori jam duket e ka dhënë? Hashim tha që Jakub Krasniqi ka dritë diku tani në mes të korrikut është verdikti final, verdikti i gjykatës. Tani, ka ndalë 120 dëshmitar. Unë i kam lexuar, kam dëgjuar në videot, që kam vrarë njëri tjetrin në vlezë e tyre, të bën komunistët në Shqipëri. Për në Hoxha ja hodhi me Mehmet Sheon, se ishte lufta e dytë botërore, edhe i absorboi lufta, megjithse aleatët u ankuan për vrasje të egra, si shtashmë sipër për vrasje në Burqis, që ca nga këta fuqishëm italian që i la Mussolini, u morën në teshat, edhe në jugu janë vrarë shumë, edhe të shkëputën për fshatra i kanë ekzekutuar, robër luftet pa fajshëm, edhe të majtë e kanë qik në gen atë, sepse mendoj që përse LDK-ja nuk është arrestuar askush për krimin lufte e Ibrahim Rrugovës, Farku, forcat armatosura të Kosovës. S'është akuzuar njeri. S'ka qenë krahë armatosur ata. Urdhoni? S'ka qenë krahë armatosur ata. Ai sa kanë qenë nga ata nëse mund të kenë bërë luftë, ata janë vrarë nga UÇK-ja, ka ekzekutuar njerëz të tyre, të LDK-s, janë me dokumenta, janë argumentuar. Po thua që UÇK-ja ka vrarë njerëz të Farkut? Po pse Krasniqi në Tiranë? Po pse Tahir Zeman që kam takuar unë ishte këtu shefi i mati tyre që janë larguar kushte drejtori i policisë Tiranës Sur. Ata pak më kam dëgjuar që i akuzojnë, janë vrarë shqiptar. Ata përballen me 120 dëshmi shqiptarësh, jo serb, në Hag. Që Hashimin e kanë përgjuar ata që i thatë vllajt vet, që të intimidonte, të friksionte një dëshmitar nga ata që ka dëshmuar atje në gjykat, që i ka vrarë vllajin. Vari, ti mendon domethënë që ata janë fajtor? Unë? Po. Shikoni. Është gjë e vështirë ta po është në kështu, po shiko, themi gjë vetëm. Është gjithë ndjesi. Kanë 7 vjet brenda apo jo? 7 vjet në nëntor bën. Atje ka jurist të nivelit të lartë. Shumë të lartë. Më të mirë, ajka. Zbet fjalë për të korruptuar. Po e çove dhe aty pastaj ka rënë bota. S'ka asnjë interes që dënoj njerëz pa fajshëm.
në mënyrë absolute, as u shkon mendja kjo gjë. Ata zbatojnë ligjet e shteti, ka vënë bota atje paguhen, është gjykata e Hagës është international, dënon nga gjithë globi dhe në qoftë se prokuroria jep 40 vjet, fjala vjen. Ti je i sigurt që gjykata nuk i zgjidh pafajshëm. S'bet fjalë. Kjo është kategorike. Për mua, qofsh e gabuar. Tani, le të kthehemi këtu, te Goxhaj. Unë e kam parë personin, nuk e një personalisht, kam asgjë personale, është kontrovers. Një video para ca ditësh doli, që Sali Berisha dhe Edi Rama vetë plumbi i ndan këto gjëra. Nuk flitet shumë për televizione. Dhe unë i pyet ata aty, nuk më dhanë shpjegim, dhe siç më doli ashtu doli. Rezolutën lexoj Goxhaj. Kauza e asaj proteste janë rinia. Ato duhet ta lexonë një mjekë, një student. Gjithkush, por absolutisht Goxhaj. Në mënyrë absolute jo. Faj parë që bën këta organizatorët. Po të më pyesin mua, ai çdo ishte. Harroje. Atëherë ç'a bëj? Të nesme unë direkt mendon se do ishte lehtë gjenin guximin ata të rinj të lexonin kërkesën më kryesore të gjithë zërit protestës të artikullojnë po kur mos e gjeçin guximin, mos dalin atje atëherë, shkojnë në shtëpi të plengjuar. Të mos lexosh të drejtat e tua në mes të qytetërimit. Ne si jemi në kohën e sigurisht shtetë diktatorët të ideal tash. Si do qitet puna njeriu me aq kurajo. Po ata kanë bërë gabimin trashanik që ja dhan këtij. I dhan mundësi direkt mbretit që të bëjë akuzën. Dakor? Atëherë unë bëra një video mesazh dhe shpreha shqetësimin tim, tak. Edhe thash unë nuk shkoj më në protestë. Ndjes mitë e mi, po unë nuk shkoj më. Nëse do të ndryshoj, do ta shoh. Atëherë, direkt video ime bëri virale te Jusni Gucati, kryetari i veteranëve të luftës UÇK-s të Kosovë, lëshoi ultimatumin i Tiranës të largohet menjëherë. Flamuri i UÇK-s nuk mund të përdoset në askush për qëllime politike. Në këtë moment unë kam qenë protagonisti që i kam bërë ndër biles këtij Goxhaj që është larguar. Se ishte futur një rrugë pa lidhje pa krye. Duke ditur veten me probleme vetëm në shkuarën, ka patur probleme, sa duash, kontroversa, në mënyrë deklarate e tjera. Ti s'mund përfaqësosh tani një rini paqtore aty shive. Shikoni, mund të lexoni ky djalë shive me çantë. S'mund të lexonte ai rezolutën. Ju lutem. Në moment që e larguan, atëherë unë shkova në protestë. Të janë gabime trashanike të këtyre organizatorëve. Nuk e di pse e kanë bërë. Unë i pyeta, para një takim aty me. Ta po na erdhi këtu, tha na u gjën këtu. I thash, kjo është kauza juaj, morti djalë. Po ja marrin që tani buk nga dora po nesër. Nëse do keni informacion, politik do vite, atëherë direkt ja dërgon ai Sali Berisha që andej, dërgon një nga ata të vetë emisar, ja marrin nga dora. E kupton? Tregon jo vetëm një lloj papjekurie, po edhe një diapazon të shkurtër. Është kauza ime, ti të më marrësh tani, unë provoj këtu patate, ja zonë, një krahasim i trash, dhe ti vjen tani më merr mua produktin tim. Kjo s'ndodh. S'do të ndodh. Dhe në këtë rast ata gabuan. Dhe i dhan këtij mundësinë, t'i akuzoj. Direkt. Në qoftë se s'do kishin bërë, ai s'mund të thoshte gjë për studentët. Në mënyrë absolute, ja po them unë tani këtë. As për ty s'thoshin. Unë paragjykoj idenë që ai do merresh me... Jo. Ja prisje rrugën. Pse s'thot për mua ai? Pse nuk thot për mua? Me një pjesë janë marrë aty avari. Ore djalë. Janë marrë goxha. Shiko, mund të merren, por në këtë rast këta e dhan mund dorë. Që ai të ngërë dyshime të fut dhe për çarje. Pra po thuaj që Goxha ishte më lehtësisht i sulmuar nga të gjithë të tjerët. Absolutisht. Jo vetëm ai, po i komplementonte kauzën këtyre, se mirë për vetet vet. Pa problem, se në fundit morën flamurin e mbyllje ka të shtëpia atje, nuk ka lënë ata të Kosovës më. Se s'mund ngrish tani çdo flamuri aty. Pastaj edhe tjetra. Më bën përshtypje, UÇK, çfarë lidhje ka? Çfarë do thirrja UÇK në protestë? Ndoshta formë mobilizimi, formë emocioni. Shumë të fillojnë dhe LDK. Jo, shiko, ka një gjë të
paktën nëse mund të bëj një gjysmë oponencë sa më lejohet si rol moderatorit. Është gjithnjë, shikoj, rinia gjithnjë kërkon simbolin, kërkon mesazhin për atë energjinë dhe për entuziazmin dhe për mobilizimin e protestës. Po çështu po përpiqem ta lexoj për ta lehtësuar ndoshta. Le ta bëjnë VFLP, vdekje fashizmi i liri popullit. Po të lutem tani. Gjet Ramanburg, Berishamburg e kanë. Ore djalë, shiko, edhe ajo nuk qenon, se Berisha nuk shkon në burg, ka juristi e di shumë mirë. Berisha shkon në burg me dosjen, me prova ligjore, sepse Dumani nuk pranon atje shkersa, koti. Dakord? Ai nuk shkon tani as për shkak moshe, po nejse. Jo, ai do shkoj. Po e vore ti ndyshim e thua ti. Po e thoni ju, le të flasim me etik. Qa pritani, preti tani nga njerëz zakonshëm atje. Ai do shkoj. Dhe do dënohet. Nuk e ka plikë. Dhe do marr pesë. Po. Më dëgjo të lutem. Kam dhe unë ato eksperiencët e mia. Edhe s'ka lidhje shumë me shkollimin kjo. Është çështje si e përpunon në tru. Ai do shkojnë në gjykat, do dëgjohet akuzën. Po nuk të shkojnë në burg. Mos zotëri. Shkon në burg. Shkon rreth shtëpie. Do dënohet 5 vjet, do në shkojë 5 vjet mos marr pjesë në formacione politike. Kjo është kategorike. Do filloje me gjykat Strasburg, mbyllur sapi. Dakord? Jo, dakord, po pastaj mos harrosh edhe 80 vjeç në burg. E bëra kur është vrasje në flagrancë. Po, mirë. Por ai do dënohet. Do marrë ndëshkim. Jo, unë e bëra radikale gjën. Thash në sensin në kohën, në momenti kur për moshën që ka, mua më duket domethënë gjithë historia e tij më ka çuar halla me la gojen. Ky është një simbol, Ramanburg, Berishamburg, simbol. Po absolutisht, edhe kanë gjithë. Simbol romantik. Po. Që të futesh në burg janë provat ligjore. Sigurisht. Se pa prova s'futesh dot brenda. Njëri e ka plotsu kriterin për të dalë nga politika. S'po merre me këto tjera në gradë, më intereson fare. Tani ky tjetri është në zhvillim e sipër, sepse ju kujtoi avokat. Është një lloj koincidence, po mos e teproj në minuta? Jemi okay, se avokati do mirë kuptoj. Është një lloj koincidence, nuk është një lloj koincidence që në moment që ndodhi zvërnesi, që u hap kutia e Pandorës, mbas disa ditësh prokuroria e posaçme lëshoi 20 urdhra arrestesh apo jo? Po. Mendojnë që ata të byros kombëtare të hetimit aty janë të jashtëzakonshëm alien që bam në sekundi i kapën ato ngjarjeve dhe jo, ai kam pas aty nga 2022. Ty kam pas. Kam një moment të dy diskutimin e kësaj, kam tek pjesa e dytë të avarit. Ajo është histori që ne të dy po e vazhdojmë bisedën, nëse në mëngjes e mbaroj. Shumica e popullit miku im, siç thash për icebergun. Edhe për shumë gjëra tjera, nuk i di, ne duhet folur me gjuhë vendi që të kuptojnë. I kemi pak minuta më mbrapa kur do diskutojmë për ato grupet kriminale dhe si erdhën deri në atë pikë. Libri revizionit arkitekturor të Shqipërisë. Një libër me 500 kusur, nuk e di 700 kusur faqe kanë përshtypur, mbi 500 kusur projekte, tani çmendim ke sepse doli që është publike një pjesë e mirë e projekteve janë dhe me emra e me të gjitha me radhë aty. E dua pak mendimin për të 10 Bene Files. Është dokumentet e Shqipërisë, domethënë. Perla e perlave të provave juridike që mund të ndërrojë një oficer i policisë gjyqësore i BKH-s, edhe sa më shumë një prokuror i SPAK-ut. Pra, nëse unë kam qenë shumë kritik dhe do vazhdoj të jem, pra sa e kam mundësi domethënë të them ato që di. Në raport me SPAK-un, kur flasim për kriminalitetin, se ata çdo gjë e kanë marrë për shkak të asaj që u doli nga ECC-ja, në Kroçati, të sjell nga europianët, dhe nga 2019 e këtej ata janë marrë vetëm me transkriptime për kthe shqip dhe pastaj vazhdo për jetim, pra nuk kanë dalë nga zyra. Prap mirë them unë. Prap them mirë unë. Faleminderit që po e bëni, s'ka asgjë. Këtu është akoma më mirë. Nuk ke nevojë fare të tosh se e ke Albanian Files aty ta ka dhënë atë madhnia vetëm e tu. Ai është kur thot Berisha vetëm pak gishtin sa për të kaluar te faqe tjetër. Kur thot Berisha libri i zi i zgjedhjeve, ky është libri i zi i 36 viteve. Ky është libri i zi i tranzicionit shqiptar. Pa diskutim. Dhe ky zotëria shiko,
se s'do të futem në psikoanalizë. Në pjesën më të madhe njeriu flet më shumë në subkonsciencë se sa në konsciencë. Ky zotëria kam përshtypjen që 99.99% e rasteve ky është në subkonsciencë, asnjëherë në konsciencë. Është psikoanalizë e personit fjalë. Dhe nga njerëz domethënë që janë erudit e kanë pas subkonsciencën me IQ shumë të lartë dhe këtu në Bebasqe dhe Rama nuk është njëri i pa lexuar, i pa ditur, më kupto drejt. Por problemi është domethënë që atë diturinë e tij e ka keq përdorur në shejtallëk, sepse përderisa jemi në këtë drejtë si popull, kjo është të sill në terezi. Sepse ti nuk do ta bëje dot një autogol të madh. Meqense jemi në net botërori, sa kundër është Albania Files. Merr atë libër, e lexon, çfarë sot ai libri. Projekti i Zvërnecit, po e marr meqense jemi kështu ja, po. Edhe aty shkruhet ai do bëhet kështu, do bëhet ashtu, do bëhet kështu, do bëhet ashtu. E kanë qartësuar aty domosdoshmë. Po e ka qartësuar. Është bër? Po është bër. Hajde këtu valla po. Çfarë është bër? Pse është bër? Si është bër? Rruga e kombit. Si është bër? Pse është bër? Për çfarë është bër? Ku është abuzuar? Rruga e arbrit. Më kujtoi një gjë shumë bukur te kjo. Rrugën e arbrit, se është Albania Files, prandaj po ta nuk është se po si projekt aty. Nuk po dal nga tema. Kur është për rruga e arbrit, ideja ka ardhur më përpara 2013-s, por është mpiksur në 2014-2015. Rrugën e arbrit kanë dashur ta përfundojnë kinezët dhe oferta e tyre ka qenë diku te 190-200 milionë euro. Domethënë ofertë totale, përfundimtare. Shumë ofertë e mirë. Shumë ofertë e mirë. Ja çojnë zotit Shkelqin Cani asokohe, ministri i financave. Dhe i thonë, kjo është oferta jonë, teorikisht e bëjmë ne rrugën. Shkelqin Cani sigurisht ja jep Nat Gjatësis dhe i thot kemi këtë lloj oferte. Nat Gjatësia i thot që ka shumë pak. Më nalto burr. Oferta shkon 250 milionë euro, sepse teorikisht do donin domethënë që t'ia jepnin njerëzit tia, jo kinezë që donin thoshin ne do e bëjmë rrugën, po do marrin edhe fitimet e tyre, se nuk jep njëri falas në këtë botë, o Andi. Patjetër. Ashtë. Iku kjo histori, dhanë ofertën e dytë kinezës, është shumë histori e bukur kjo. Kinezët afrohen me një histori krejt tjetër dhe thonë ne do të bëjmë 200 milionë euro rrugën e arbrit, në ndërkohë me 50 milionë euro do marrim burimin e minierave, burimin e ujit të minierave të Bulqizës dhe do bëjmë një depo të madhe në krye të malit Dajtit me 40 milion metër kub ujë për të zgjidhur një herë për gjithmonë ujin e për Tiranë. Por ama, në rastin konkret, për 30 vjet do ta shfrytëzojmë ne burimin. Sepse normalisht do jetin parat për gjithë këtë, do të shfrytëzojnë burimin. Dhe kjo është një lloj strategjie që kompanitë mëdha. Ata do shisin ujë dhe do fitonin paratë e shitjes ujit. Po ndryshe për çfarë do jetin parat? Okej. Nuk e pranuan as këtë qeveria e zotit Rama. E kanë çuar projektin e rrugës së arbrit, më dëgjoj me kujdes, 380 milionë euro nga 190 milionë euro që pati dy fish. Kjo është me fakte, me letra, te Albania Files si po flet ti. Shtoi kësaj 380 milionë euro dhe 200 milionë euro që u bën nga zonja Belinda Balluku përpara 4 vitesh për rregullimin aty e skrapatave. Mban mend ato skrapata që binin si puna e Kalasë Rozarfës, ndërto ditën e binin natën? Kështu ishte dhe rruga e arbrit i nderuar mik, deri tani që ne flasim, pa përfunduar akoma, ka kushtuar shqiptare 580 milion euro. 580 milion euro për tani kjo rrugë. Po lexoj Albania Files. Kjo është gjysmë rrugës kombit, po çfarë thua? Rruga e kombit ka kushtuar 1 miliard euro. Ka 12 kilometra hotel, kështu tunel, më fal, 12 kilometra vajtje ardhje. Ka një 27 vepra arti ura në thash dhe është në pjesën më të madhe, sa e me 4 korsi, në pjesën më të madhe, jo gjithë, në 4 korsi, 2 këte. Rruga e arbrit është vetëm me 2, një shkon, një vjen. Dhe ka kushtuar 500 euro. Kjo është Albania Files. E gjem aty këtë. Këto e gjen te Albania Files këta. Kjo i vlen spakut. Kjo. Tani këtë 580 milion euro e ka marrë një kompani shqiptare. Nuk dua të prish punë se media jeni. Po e ka marrë një kompani shqiptare e cila është e lidhur ngushtë në mënyrë krushnije, se këta japin e marrin vajza djali, djali vajza me miqt e Orsi Ramës. Unë më përgjegjësi për fjalët që them. Bëj, po nëse nuk del këto që po të them unë të gjitha. Këto të gjitha, kështu me krushnjë nuk janë, i kete Albania Files të Edi Ramës.
Dhe jo vetëm këto. Një arkitekt aty avokati thoshte një letër, i shtrëgonte Your Excellency, domethënë shkëlqësia juaj zoti kryeminist, ishte një letër shumë e mirë, më dëgjoi me kujdes edhe i thoshte që na duhet që të vazhdoj qeverisja jote, mundësisht në 2025-ën ishte përpara zgjedhjeve, mos bëj zgjedhje fare. Jo, unë po them serioze, ti mund të qeshësh. Aty desa dal, se ishte e bukur. Mos bëj zgjedhje fare, më i thoshte. Shpallum bret sepse mënyra domethënë kjo është meke e arkitekturës.